Bismillahirrahmanirrahim. Shikues nderuar, mirë se po takohemi edhe sonte në këtë natë të bekuar të këtij muaji të veçantë për neve si musliman, të këtij muaji të agjërimeve, të adhurimeve, muajit Ramazan. Lutë Allahun e mënduar që gjitha këto ditë që kanë kaluar të këtij muaji të kenë qenë të mbushura me vepra të mira, të kenë qenë të mbushura me kontribut në frymën e asaj që na ka mësuar Allahu i mënduar dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Jemi shoqëruar ditë me radhë me emrat e Allahut të mënduar, duke marrë disa informata të rëndësishme për emrat e Allahut, që përmes tyre ta njohim Allahun xhallahu ala dhe që këtë njohuri ta përkthejmë në jetën e përditshme, në sjelljen tonë, në mënyrën e të jetuarit tonë dhe në lutjet tona. Zatën, kjo është edhe ajo që kërkohet nga ne në raport me njohjen e Allahut xhallahu. Të jetojmë me këta emra, ta përmirësojmë jetën tonë me këta emra, të kuptojmë realitetin përmes këtyre emrave, të kuptojmë jetën, të kuptojmë ngjarjet, zhvillimet, të kalojmë sprovat e jetës përmes këtyre emrave, megjithatë të lidhemi me Allahun xhallahu ala përmes këtyre emrave, ta lutim Allahun xhallahu ala me këta emra, varësisht nga situata, nga nevojat dhe kërkesat që kemi. Nga emrat e Allahut e bukur është emri i Allahut El-Basir. El-Basir të ndëruar shikues në kupton ai që sheh çdo gjë. Allahu te bareku te ala është i përkryer. Allahu xhalla xhelal nuk është si krijesat. Andaj të shikuarit e tij nuk është përmes ndonjë shqise. Të shikuarit e Allahut nuk është i kufizuar, nuk dobësohet, nuk është i kurzuar nga rrethana të caktuara, sikurse për shembull është shikimi i njeriu. Si kursezohet për shembull nga drita, nëse nuk ka dritë nuk mund të sheh. Kurzohet për shembull nga hapësira, nëse ka pengesë, muri nuk mund të sheh. Kurzohet gjithashtu edhe nga shëndeti, nëse është i smut nuk mund të sheh mirë, mund të vërnohet e kështu me radhë. Nëse Allahu xhallahu ala sheh çdo gjë. Dhe padyshim se sikur që kemi thënë tek çdo emër të ndëruar vëllezër dhe motra, edhe këtu do ta përmendesem. Çdo emër i Allahut te bareku te ala është i bukur. Flet për madhështinë e Allahut dhe bukurinë e Zotit ton. Dhe rrjedhimisht nga kjo, çdo emër duhet të ushqejë zemrën tonë me dashuri për Allahun xhallahu ala, me bindje në besim në të, me kënaqësi dhe kënaqëri në këtë besim, dhe për këtë besim, me gatishmëri të madhe dhe zellshmëri të plotë, të nënshtrojmë Allahut azza wa jall, me që nuk është i ngjashëm me ta askush. Ai është që dëgjon çdo gjë dhe ai është që sheh çdo gjë. Dietarët janë munduar që me ilustru së paku përmes një definimi se çka do thotë sheh çdo gjë. Sikur që kemi thënë tek dëgjimi. Atje janë munduar që ta ilustrojmë me disa shembuj çka nuk kupton dëgjon çdo gjë. Dëgjon çdo tingull, kupton çdo gjuhë. Merr dhe pranon çdo lutje, nga sa ai dëgjon çdo gjë. Çka nuk kupton sheh Allahu çdo gjë. Kan thënë Allahu xhalla xhelaluhu e sheh gjurmën e milingonës së zezë, mbi drasën e zezë në natën e errët. Remendone, nuk i duhet ndriçimi, nuk i duhet dita. Në errësirë, milingona e zezë mbi drasën e zezë. Çfarë gjurmë mund të let? Ato i sheh Allahu te bareku te ala. Allahu sheh çfarë ka mbi tokë dhe çfarë ka nën tokë, nuk i fshihet atij asgjë. Ai sheh çdo gjë. Nuk i duhet ndihma askujt. Ai sheh veprat tona, ai sheh lëvizjet tona, ai sheh takimet tona. Madje ai sheh zemrat tona, brendit tona, çfarë ka në to, çfarë gjendet në to, me çfarë kuptimesh e kemi ndërtuar besimin në zemrën tonë. Gjitha këtu e më shumë se kaq, Allahu xhallahu ala sheh. Nuk e kushtozon, nuk e pengon, nuk e kufizon të shikuarit e tij asgjë. Dhe ky shikim i Allahu xhallahu është i përhershëm, i përjetshëm. Asnjëherë nuk dobësohet, asnjëherë nuk pengohet, nuk kufizohet, nga se Allahu është i gjallë, i cili nuk vdes. Ashtu janë edhe emrat, edhe cilësitë e Allahut xhallahu xhelalu. Andaj të nderuar shikues, në raport me këtë si duhet reaguar ne. Kur e dim se Allahu sheh çdo gjë, çfarë duhet themi? Do të jemi të kujdesshëm. Ku po gjendemi? Me kë po rrim? Sikur që atje tek
emrat e tjerë, ti me të kujdesshëm çka po flasim. Edhe këtu, ku jemi? Çfarë po bëjmë? Një djalë erdhi tek një dietar për të kërkuar një lloj justifikimi për mëkatim. Me që ishte i dobët ka shi disa mëkateve, dhe kërkon të justifikim që ky dietar të jepte një lloj leje, një lloj lehtësimi për mëkatim. Dhe tja ky dietar i tha, unë po gjej lehtësim, po nuk dia mund ta përmbushësh kërkesën e këtij lehtësimi. Apo do ta përmbushi me kënaqësi vetëm ti me gjej lehtësim. Tha, është një lehtësim. Kur dënë me bu mëkat, shko atje ku nuk të shë Allah i mënduar. Djaloshi mbeti shtangur, tha, e ku është ai vend? Ku është e mundshme mos me pa Allahu te barekuhu teala? Ndaj të ndëruar shikues, Allahu na shën çdo vend. Një nën me bien e saj në kohën e Omerit radhiyallahu teala anhu, mbushnin shisht me qumsht për ta shit nesër në treg. Do Omeri kishte ndaluar me dekret shtetënor që qumshti mos përzihet me ujë. Nëse nëna i bënte presion vajzës e i thoshte, përzije nga pak, nga se nuk vrehet. E vajzë i thonte, oj nën, Omeri e ka ndaluar. Omeri e ka ndaluar, prandaj po respektojmë urdhën e prisit të besimtarëve. E nëna po i thot, o bia ime, po ku na shë Omeri? Është natë, Omeri po flan, është lodh. Nëse Omeri kishte dalë jashtë për shikuar gjendjen e besimtarëve se si është, a ka ndonjë problem, e kishte rastisë që ta dëgjonte këtë diskutim të bijës dhe nënës tek shtëpia tyre. Po nëna nuk po e din se Omeri është jashtë. As bija nuk po e din se Omeri është jashtë. Por po i thot nënës së saj, oj nën, nëse nuk na shë Omeri, na shë Zoti i Omerit. Kjo është jeta jonë. Mbi këtë bazë duhet ndërtuar të ndëruar shikues gjithmonë lëvizjet tona, qëndrimet tona. Prandaj, kudo që ti jesh, Allahu të shë. Nëse je ndonjë punë, krye me zell, krye me përpikni, krye si duhet, mos mashtron nga se Allahu po të shë. Nëse nuk të kapin kamerat e punës, nëse nuk të shë syri i punëdhënësit, nëse nuk të shë syri atij që të ka marrë me punu tek në shtëpinë e tij, të shë Allahu te barekuhu teala. Dhe kjo të mjafton si mas e mjaftueshme për të disiplinuar dhe për të kryer punën si duhet. Allahu të shë kudo që ti jesh. Madje atë kur të tjerë të braktisin, mos mendo se je i vetmuar, mos mendo motër e nderuar se je i vetmuar. Allahu të shë edhe në hallin tënd. Mjafton që Allahu po të shë, dhe ai do t'i përgjigjë lutjeve tua. Ai ka me të ndihmu. Pra i fakti që Allahu na shë na bën që të jemi të sigurt në gjendjen tonë, të jemi stabil në sprova që po kalojmë, Allahu po të shë. Fakti që Allahu na shë na jap guxim, na jap një lloj vetbesimi në veten tonë, na jap një lloj sigurie se Allahu po na shë. Edhe vepra që i bën të mira, nuk keni nevojë me ekspozu, nuk keni nevojë me paraqit askund tjetër. Me që njerëzit nuk është më rëndësia, a dinë nuk e dinë. Njerëzit, po nëse e dinë një punë të mirë që e ke bërë, të harrojnë. Njerëzit fatkeqësisht i majnë mend të metat, të lësimet dhe të këqijat, nuk i majnë mend të mirat, i harrojnë të mirat. Andaj përkushtohu në punët e tua me sinqeritet për hir të Allahut, mjafton që Allah e sheh veprën tënde. E bën një punë të mirë, mundohu që ta fshahësh nga sytë e njerëzve dhe mjaftohu me shikimin e Allahut te barekuhu teala. Apo shikojnë të ndruar shikues se sa çështje në jetën tonë i përmirëson, i rregullon, i sistemon, i organizon njohja jon në raport me Allahun xhallahu ala sa ai është që shë çdo gjë. Prandaj hallin që e ke, smundjen që e ke, problemin që e ke, borxhin që e ke, Allahu e shë. Allahu po të shë çfarë gjendje, lut atë, atij drejtoju, me bindje se ai po më shë, dhe mjafton që Allahu po të shë. Natën kur të gjithë flajnë, ngritu se Allahu nuk flan, ai po të shë, e shë gjendjen tënde. Allahu e shë lëvizjen tënde namaz, qëndrimin e këmbë, rukun, sejdën, Allahu e shë. Dhe megjithatë, të ndëruar shikues, Allahu e shë zemrën tënde. Çfarë ka në zemrën tënde? A ka në zemrën tënde dashni për Allahun që dominon gjitha dashnitë e tjera? A ka në zemrën tënde sinqeritet për hir të Allahut te barekuhu teala që dominon çdo përpjekje djallëzore për vepra sa për sy e për faqe? A ka në zemrën tënde frikë për Allahun xhallahu ala që dominon çdo frikë tjetër? Çfarë shë Allahu në zemrën tënde? Shumë rëndësi, nga sa i shë gjithçka,
edhe zemrën tënde, edhe zemrën time, edhe zemrën e atij tjetrit. Kur para dikujt shtirësh se po e don, e po sillesh mirë, ndërsa zemër ki urrëtie, ki frikë Zotin. Nga se Allah po e sheh këtë qasje hipokrite. Prandaj, jemi të sinqert, të vërtet përkushtuar në Allahut fillimisht, pas edhe ndaj njëri tjetrit. Nga se Allahu xhallahu ala na sheh kudo që jemi, e sheh të jashtëmën tonë, edhe sheh të brendshmën tonë. E lutim Allahun e mënduar, o Allah i mënduar, ti që sheh çdo gjë. Po të lutemi që në zemrat tona të shohësh atë që të kënaq ty, atë që të gëzon ty, të shohësh devotshmërinë, të shohësh besimin, të shohësh frikë respektin, të shohësh shpresën e ty, të shohësh dashurinë për ty, e atë që ty të kënaqet të gëzon. O Allah na mundëso që të gjendemi në ato vende që kur të na shohësh të gëzohesh e të kënaqesh. Na ruaj nga çdo vend ku nëse na shën ato vende, e na gjen ato vende nuk i kënaqur. Mos leja që të gjendemi në ato vende ku derë hidhrimi yt. O Allah na mundëso që të na mjafton shikimi yt, që qetëson zemrat tona, që pushon zemrat tona, që na jap inkurajim me guxim për të vazhduar tutje përballë çfarë sfide, çfarë probleme dhe çfarë telashe. Allah i pranon lutjet tona në rrugë shikues. Luteni Allah me emrin e Allahut el-Basir, me emrin e Allahut el-Basir. Për gjithë ato që ndërlidhen me këtë emër, sikur që disa nga këtu i përmenda, e shumë tjera mund të përmenden, varet nga situata dhe rrethanat e jetës tonë. Allahu te barekuhu te ala i pranon lutjet tona, Zoti ju ruaj.